Me qeni lumtur njeri, mirë po lumturinë absolute nuk besoj që dikush duhet me kërku, me gjeç atë lumturi. Edhe momentin që ti mendon që i lumtur absolutisht, që tash e kom ri pikun e jetës, atëherë unë mendoj që edhe nihesh rahat, unë mendoj që atëherë është momenti që të njerëzit edhe ndrojnë jetë faktikisht. Andra shtesë. Nuk mundesh me thonë ç'kjo është limiti, ja arrita këtë limit edhe tash jam e kënaqur. Njerëz dorëzohen po shumë personale, është individuale. Është e mundur të arrijnë lumturinë absolute në jetë. Lumturinë absolute. Momentin që arrin lumturinë absolute, shkon në aton. Është e mundur me qeni lumtur njeri, mirë po lumturinë absolute nuk besoj që dikush duhet me kërku. Duhet me qeni lumtur mas pari me vetveten, edhe me krejt ngjarjet që ndodhin, për edhe vetës, e mandena edhe çkado që vjen shtesë me qenë i lumtur edhe me qato. Po lumturia absolute nuk mundesh me kërku, nuk e besoj që dush me kërku. Mendon që nuk mundesh me gjetë lumturinë absolute? Po është diçka që momentin po them që e gjen çat lumturi absolute, atëre mendoj që diçka nuk është në rregull me ty. S'është, nuk mundesh me gjetë lumturinë absolute, me gjeç atë lumturi. Edhe momentin që ti mendon që i lumtur absolutisht, që tash e kom ri pikun e jetës, atëherë unë mendoj që edhe nihesh rahat, unë mendoj që atëherë është momenti që të njerëzit edhe ndrojnë jetë faktikisht. Kanë ato faktorë që s'lejojnë sipas teje. Po rrethona, të rrethi, vendi ku jeton, njerëz ku jetojnë, qysh jetojnë, nuk mundesh me arrit krejt qëllimet e tuja, është e pamundshme. Gjithmonë ke me pas diçka që dush me pas edhe është mirë me pas ëndra shtesë. Nuk mundesh me thonë ç'kjo është limiti, ja arrita këtë limit edhe tash jam e kënaqur me jetën. Jo, gjithmonë dush me shtu diçka, me kërku diçka të re, me shtu vetës sfida, që me qenë diçka ma interesant, se nuk mundesh me thonë ç'kjo është që ajo vijë dhe që është ajo që unë ku du me qenë. A është gëny ndonjëherë ki kërku shumë për jetës edhe s'ke mundur? Po, njerëz jemi, normal që është gënjehame, po tash njeri edhe duhet me pranu që ata, që krejt senet nuk bohen që ashtu qysh i kërkan, qysh tash edhe në fillim. Me rëndësi është me qenë i kënaqur me vetën, edhe me rrethana që ti ja ke kriju vetës, mu falenderu që i ki që ato, edhe mandena me bo që se diçka jesh gëny, diçka ka dështu, me bo ca që tjera në jetë, nuk do me thonë që veç ajo është edhe veç me për qato me jetu, që kjo është mendim jam. Është gënimi ma i madh që keni pasur në jetë? Po qëra fjala? E kemi një mosh kështë që ka shumë. Që avlen? Nuk e po, krejt janë personale, kur është bunat është gënimi, është diçka personale. Ka të bënd fort këto sfida? Krejt varet për personalitetit në fakt. Sa lejon sfida, ose shgënimi me të forcu, edhe nëse të rëdzën, fakt, me të forcu edhe me hy prap nalt edhe jo vetëm me ecë, po edhe me vrapu nëse duhet, edhe mi të i kalu që ato sfida. Qaj formulës se shumë mirë po e spjegon për më kone fort, pas gjitha të barierave, sfidave. Shumë dorëzohen. Po, njerëz dorëzohen, po shumë personale, është individuale. Nështë njeri do të me punu me vetën, edhe me ditë që nuk bën me jalan rrethana, edhe nuk bën me jalan njerëzve tjerë me ta dirigju jetën. Po, ti dush me qenë qaj që unë e kom me shku që atje ku e kom fillu rrugtimin tem. Tash kush vjen me mu, është mëse i mërse ardhën. Kush nuk vjen, mundet me vazhdu. Po ajo është shumë personale dhe është diçka që të krijohet nështë edhe me moshë, edhe që të krijohet të i kalu në për sfida, nuk është diçka që bohet mrena ditës ose se të ka thonë dikush qështu ecë dhe qështu bëne. Nuk ka liber, nuk ka specifik qësh me vazhdu atë. Sa bisede këndshme, unë bëdu në fund një mesazh gjithë me këto që e bisedum për jetën, dhe me thënë, një mesazh gjitha grave, që të mos femrave. Jeta është shumë e bukur, edhe është mirë gratë, femnat, me u dediku, mas pari më kujdes, jo vetëm gratë, krejt, mas pari do në më kujdes për vetën.
Kur të respektoni vetën, i respektoni edhe të tjerët, edhe të tjerët kam me respektu juve. Kisha shumë graci, të rëmë matë mirat në jetë, shumë faleminderit që takuam edhe një herë. Faleminderit shumë. Lejo të shëndes. Faleminderit, Gjithë mirat, zotëri. faleminderit shumë. Kalofni